e të gjithë pushtetit të Edi Ramës. Nga ana tjetër mendoj që Edi Rama sot është, pas Belinda Ballukut që ka llogarit hapura me drejtësinë, është personi i dytë më i shqetësuar, në mos më i shqetësuar edhe se vet Belinda Balluku. Nga njëra anë, nga hetimet që po bëhen karshi qeverisë së tij, zëvendës kryeministres, ku i përfshirë në emër, në komunikime dhe në porosi është edhe vet kryeministri. Me gjithë pseudonimet e veta? Me gjithë pseudonimet e veta, dhe në radhë të dytë unë e mendoj pak më ndryshe ose e dyshoj. Edi Rama po i bën të gjitha këto lëvizje dhe këto ndryshime, të paktën për mbrojtjen publike të Belinda Ballukut, për shkak të qenurit në presion nga vetë Belinda Balluku. Belinda Balluku di për Edi Ramën, sepse ato komunikime dhe një tenderit ati, apo menaxhimi kur thot Edi Rama i 60% të buxhetit të shtetit, nuk besoj se Edi Rama nuk ishte ndjeni dhe e kishte lënë të gjithën në menaxhimin e Belinda Balluku. Mendon se disponon aq prova sa ta bëjë këtë para është në kërcënim. Europën, shtetin, ligjin. Patjetër ata ka sakrifikuar. Shiko, Edi Rama nuk e do Europën. Jam prallat gjithë që duhet Edi Rama, po çelja negociatave, po me Edin për BE, pa BE, Edi Rama nuk e do Europën. Nuk e do Europën dhe nuk po bën nuk do asnjë gjë për të shkuar në Europë. Jo, do thjesht do Shqipërinë, do atë që po bën në Shqipëri. Nuk të lejon Europa që në nisjet legislaturës hidhin një sy propozimeve ligjore që kanë bërë deputetët e mazhorancës. Për parkun Durana që denoncoi emisioni Plug, ka një propozim të posaçëm për krimin e lehtësirave. Për portet strategjike, ligjet posaçme për oligarkët, ligjet të posaçme për të krijuar favorizime për marrje të pasurisë kombëtare, zhduken plotësisht. Po këta 80 e kusur deputet mazhorancës, nuk doli njëri që të propozonte një ligj që ata fermerët marrin lekët e tyre, nuk doli një që të propozonte të paktën për një rritje ndihmës sociale, për pensionet apo për diskutime, minimumin jetik. Soje Sorolop, ore për kontrollin e çmimeve, çfarë po ndodh sot në treg, përveç se cilësisë që të ushqimeve dhe të çmimeve, çfarë po ndodh. Ore nuk janë të shqetësuar këta deputet, pra sot është e vendosur e gjithë mazhoranca në dispozicion të kapjes të shqyrjes së Shqipërisë. Dhe kjo e shqetëson Edi Rama. Dhe sot ai po bën vetëm këtë gjë, po avancon me marrjen e Shqipërisë në porosit vet, dhe këtë nuk ja lejon Europa. Prandaj shqiptarët duhet kuptojnë që nuk e kanë 2027 as 2030 destinacion të Europës. Të paktën në situatën ku ndodhet dhe me këtë pushtet që është. Po të shohim edhe propozimet që bëri kryeministri. Kë futi në institucionet për mbrojtje ligjore. Po më fal, po pse futi gjykatën kushtetuese? Okej, për shkak të rëndësisë së vet. Po pse futi gjykatën e lartë? Janë pak a shumë në të njëjtin status, zgjidhen, po prapë në tjetër formë. Kjo institucionet e pavarura, pse zgjodhi KLSH-n gjykatën kushtetuese dhe presidentin? Sepse presidenti, i cili po ashtu ka letra të hapura në prokurorinë e posaçme, do t'japi llogari për ca prona që janë dhënë me urdhër të Edi Ramës të firmosura nga ai, i cili është thjesht noter i ligjeve të